qytetare dhe qytetarë. Të nderuar aktivist të lëvizjes vetëvendosje. I nderuar kryetar i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Me 3 nëntor, grushti i ngritur lart do ta merr drejtimin e kundërt. Ky pushtet ofron zgjedhje, por imponon zgjidhje me vota të vjedhura dhe të blera. Nuk është i lirë ai i cili bën çka don, por ai i cili nuk është i detyruar të bëjë çka të tjerët kërkojnë prej tij. Me 3 nëntor nuk fiton lëvizja vetëvendosje pushtetin, por qytetari fiton lirinë. Ferizaj nuk ka nevojë për kryetar kukull, po për një kryetar që i prin, që din dhe që don. Në këto zgjedhje, ne kemi hyrë me një analizë të thukët për situatën në komunën tonë dhe me një vizion të qartë dhe konkret për ndryshimin e saj. Alternativa qeverise për Ferizajin e përmbledhur është në 54 faqe libri. Ai është një dokument transparent që jep përgjigje konkrete për shumë probleme me të cilat ballafaqohet Ferizaj. Plani ynë për Ferizajin mbështetet në qindra takime me qytetarë, ekspert të fushave të ndryshme dhe alternativën tonë qeverisje nacionale që synim kryesor ka drejtësinë, zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e shkallës së solidaritetit me qytetarë. Ne do të angazhohemi për sundimin e ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe demokracisë si vlerat më të thelta të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka dyshim se shëndeti është një prej preokupimeve kryesore të cilat i kanë qytetarët e Ferizajit. Ne i sigurojmë qytetarët e Ferizajit, pensionistët, veteranët e luftës, qytetarët në nevojë dhe të gjithë qytetarët tjerë se do të kenë shërbime të mira dhe të lira shëndetësore, se do t'i marrin pa para të gjitha ato barra që sot paguhen nga buxheti i shtetit dhe që keq përdoren nga pushteti. Të rejat dhe të rinjt në këtë komunë ka nevojë për arsim cilësor, punësim, aktivitete kulturore, e sportive dhe biblioteka. Lëvizja vetëvendosja angazhohet për të rinjt dhe të rejat e Ferizajit. Zhvillimin e tyre... Mëjoni që brenda minutave të ardhshëm t'i prezentoj kandidatët e lëvizjes vetëvendosje për asamble komunale. Numri 2, Flamuri Strefi, Ferizaj. Numër 3, Arte Tahiri, nga Ferizaj. Enver Bajrami, Ferizaj. Suleman Zeka. Arta Sejdiu. Gjevat Salahu. Islam Ademi. Lumturie Recep Gashi. İlber Hayreddini. Visar Emrllahu. Besa Sojeva. Enver Ismaili. Naser Ramadani. Adelina Lipovica. Niazi Aslani. Arben Isufi. Mirlinda Shabani. Pajtim Cakolli. Bekim Ademi. Albiana Murtezi. Hasan Mani. Hilmi Hüseyni. Fortun Haziri. Fatona Bazi.
Numri 26 ka Bujar Uksmajli. Mirjeta Hamdiu. Ka numri 27, është nga Ferizaj, Faruk Beqiri. Zenon Selimi. Doruntina Aslani. Shaban Salahu. Hafiz Ahmeti. Nergjivane Kurteshi. Bajram Dula. Skender Sopa. Agnesa Jakupi. Elfete Mehmeti. Faton Bislimi. Mevlide Sahiti. Arben Ibrahimi. Lol Kurtalici. Shkurte Visini. Gjelal Beqiri. Tani, fjallën ja kaloj kryetarit televizjes vetëvendosje Albin Kurti. Tashe 14 vjetë në Ferizaj kemi privatizim të korruptuar e të korruptuar që uzurpojnë. Po pro, ashtu që rrëthët një për parullave tona ma të rëndësishme kohët fundit, me hajna nuk ka shtet. Andaj ne duhet të largojmë hajnat dhe ta bëjmë e ta ndërtojmë e ta zhvillojmë edhe shtetin e Kosovës edhe komunën e Ferizajt. Komuna e Ferizajt me këtë pushtet ka shpenzuar 2 fish ma shumë për zyren e kryetarit se sa për subvencionimin e bujqësisë. Asnjë investim Ferizaj nuk është bërë për rinin. Të rritë e Ferizajt janë më të lumtur në kompet e Hungarisë se sa në të ashtu quajturin Ferizaj Evropian Tagimaliut. Në komunën e Ferizajt mungojnë trotuaret edhe nënkalimet në zonat rurale dhe në afërsi të shkollave. Me qeverisjen e vetëvendosjes nxënësit nuk do të ecin më rrugës së automjeteve, sepse ne do të ndërtojmë trotuare si për shembull në fshatin Drahovic dhe gjithashtu nuk do të lejojmë që sikurse në preles të Jerlive të vdesin njerëzit duke e kaluar rrugën për shkak se atyre ja u ndërpren edhe kalimin, edhe jetën makinat e shpejta, por do të kemi ose mbi kalimin, ose nën kalimin, dhe asisoj siguria të jetë e plot për gjithë kalimtarët, për gjithë qytetarët, për gjithë këmsorët. Kësisoj, ne me Faton Topollin kryetar do t'ja kthejmë qytetin edhe këmsorëve. Ky pushtet madje e ka nërmend që edhe këtë xhamin e madhe mbi 85 vjeçare të arrënoj, e që ndodhet si që dinin të njëjtin o bërë me kishën ortodokse, dhe aty të ndërtoj një qendër tregtare e përmi një xhami të re. Ky pushtet pa kulturë, natyrisht që na shkatron kulturën, sepse ashtu që është pa dije na shkatron edhe arsimin. Ne nuk mund të lejojmë që ky pushtet në ditën e 3 nëntorit na i vjedh edhe 4 vjet jetë. Prandaj me 3 nëntor duhet ta votoni ndryshimin, duhet të vendosni vetë, ta votoni vetë vendosjen e Faton Topollit. Derisa nuk fiton Fatoni, Ferizoj do të mbetet në qytet pa fat. Fatoni është fati juaj, Fatoni është fati jonë, Fatoni është fati gjithë neve, Fatoni është fati Ferizajve dhe i secili qytetar të Ferizajt. Prandaj me 3 nëntor të dielin e 3 nëntorit votojeni Faton Topollin, votojeni lëvizje vetëvendosje
Votoni këta kandidat për asamblen komunale të Ferizajt, sepse kur fiton vetëvendosje dhe Fatoni, fiton Ferizaj dhe i dërgojmë një sinjal të fuqishëm por Kosovës dhe gjithë kohë shqiptarë. Faleminderit shumë.